Erdhëm në studio me, si që thamë fillim të emisionit, do të kishim Ergi Hasanin dhe ja ku e kemi. Mirë se erdhe, Ergi. Mirë se ju gjithë. Ergi ka ardhur për të promovuar këngën e tij të fundit, Dashuri e fundit. Po. Dhe faktikisht Ergi e ka për të parë në Këngë Magjike. Po, është një këngë që shkanquar në Këngë Magjike. Por do të flasim edhe për tjera, patjetër, apo jo. Do të flasim, do të bëjmë që do ta vere muzikantët. Po, tani më vjen keq, është pjesë e programit. Është e pashmangshme. Ergi, po thonim që në fillim, Ergi nga kjo këngë është zemërthyer apo i dashuruar? Shiko... Apo s'ka lidhje fare me ty, se kemi edhe kështu. Jo, e kuptoj. Shiko, këngën e ka bërë Marcel Gunga dhe Stivi Ushe. A mos ja hidha atyre direkt, ashim. Thuj pak se kot se ke zgjedhur ti këngën. Që mos ta merrnin vesh ishat që unë jam zemërthyer, thash Stivi, domethënë që shkruaj një tekst këngë, kështu si zemërthyer, domethënë që mos më bjeri mua rasti, e kupton edhe. Se ja do vinte momenti që unë do ftohesha në emision dhe do thoshim pastaj që Ergi kush të ka lënë, pse të la. Mos të merrem. Ti ka kohë që merresh me muzikë apo jo? Po. Dhe ke realizuar edhe live? Po. Merret vazhdimisht. Pse erdhi tani vendimi për të marrë pjesë në Këngën Magjike? Tashmë je edhe një new artist aty. Pse s'ka që më parë kjo? Shiko, të them të vërtetën, gjithmonë e kam menduar se ka kohë, sepse njeriu duhet të rritet edhe artistikisht, dhe kam menduar që nuk do ishte momenti im. Unë jam 25 sot, edhe mendoj që kishte ardhur momenti dhe isha gati pra për të shkuar edhe në Këngë Magjike. Ndoshta do ishte më mirë nëse do kisha herët, do kisha shkuar më herë dhe nuk do isha sot, po themi një new artist, por kjo kategori nuk ka problem për mua, nuk e shoh të gabuar si... Sepse new artist duhet njerëz do ta kenë parasysh, nuk është se janë realisht new artist, disa pjesa më madhe, po janë new artist në Këngë Magjike. Në Këngë Magjike, po pra. Sepse ka ndodhur në festival për shembull që i kanë thënë Shpadedës artisti ri, kështu që don't worry, mos u mërzit, domethënë. Ai është djalë i ri, pse mos i thon artisti i ri? I ri është djalë i ri, po ka mbi 20 vjet. Mirë. Është djalë i ri, po themi në moshë, në. Ergi, i friksohesh ndonjë joje nga Juria? Mos kalimit të fazës? Po, sigurisht. Sigurisht që i friksohem sepse edhe emocionet bëjnë të vetë ndonjëherë në skenë, pavarësisht se ne kemi vite që dalim në skenë, por për shembull mua vërtet skena e re është ndryshe dhe mua vërtet më kapën emocionet. Që është e vërteta. Prit emocionet që do përjetosh të Pallati i Kongreseve, ma beso. Përgatitu. Se i kemi përjetuar, por që janë emocione shumë të bukura, Ergi, duhet ta shijosh, të them. Shpresoj, domethënë, ta shijoj vërtet dhe jo të kem ato emocionet që ta mbyllin vokalin, po themi, ose të mbyllin në vetvete. Dhe të ndodhi pikërisht kjo tek performanca që pate? Po, në një farë mënyrë... Qa nuk pëlqeu vetë, qa nuk shkoi mirë, qa do dojesh të kishte ndodhur ndryshe? Dhe pse ti kalovës? Po, patjetër. Shiko, në përgjithësi shkoj shumë mirë, nuk po them, por... do të doja që mos të më kapnin ato emocionet e skenës së Këngës Magjike. Sepse është një moment që për një artist në momentin që hyn në një kompeticion të tillë, aq të madh dhe nuk e ka provuar ndonjëherë, gjithmonë e ka parë, po themi, nga televizori apo nga ekrani, ti ngutesh, thua, okay, streqin dua unë, prit pak. E kupton, a jam unë për këtë vendin e tjere. Ka të dilemat me vetën. Ke një mendime në kohë për momentin. Po, për performancës, kishe diçka që do doja të rregulloja, për shembull, se unë di që të gjithë ne artistët jemi qime, me thënë drejtë. Mirë, okay, në fillim, për shembull, unë e nisa shumë kështu, e nisa si... ku di unë, sigur nuk e këndova këngën, e ke përshë nga jo frika, sigur nuk e këndova, po ishte më shumë frymë se sa zë, pastaj sigurisht e mora veten, se... Tani, qëfar fjalë të mira është fiksove ti nga ato që të Juria? Dhe qëfar kritika? Ka pas menet e kritikat, më duket. Po, më shumë të kritikat. Një nga kritikat, më tha Enkeldemi që nuk më pëlqen veshja, E më mirë të rëgohet lukës. Një rëndësishëm është zërë. Dhe unë tani që po e shof, të kisha vesh një kanë atjere se mund edhe të ftohesh. Ua, po duke shryllë, më dani. Shiko, unë kam përshtypjen që Kelly nuk ka pas me qatë meret aty, edhe është marrë me veshën tënde. Kelly është artist, si unë e respektoj, po që në rastin tënd është detyru të bëj një kritik
Kështu që mos ja merë... Unë e bëj shaka, do më thonë se në fakt kënga është pop rock edhe... Më pëlqen vesha. Po, më vjen e ke shijuar ti dhe duke shumë bukur i përshtatet këngës. U vesha vetë, e kurosa vetë. A ti kurosi mami? Jo. Po mirë, tani ti ke marrë dhe një të kuqe aty në këngë magjike. Që ishte? Ishte Jonida Maliqi që mora të kuqe, që më dha të kuqe. Kjo ishte sepse fillimi këngës unë isha i pasigurt, si që të thash nga emocione, dhe ishte shumë e drejt në fakt ajo e kuqe. Se më ndo? Po, ishte e drejt sepse nisi e pasigurt kënga. Kënga është një pop rock, është një këngë dashurie, por ka një forcë brënda. Dhe unë nuk ja dhash që në fillim atë. Shiko, më beso kur them që është më mirë të marrësh 4 jeshile dhe një të kuqe, o 3, nuk e di sa janë juri. 4. Po, 5 gjithsej, 4 jeshile dhe një të kuqe, se sa të marrësh 5 jeshile, për mendimin tim. Pse, edhe nga eksperienca e themte, sepse kur merë 5 jeshile, duke sigur je mirë, duke sigur nuk je asgjë për të rregullu, duke sigur, okay, I got this, se kupton, kurse kur merë një të kuqe, të motivon që të thush një sekundë, se tani duhet i bind të gjithë që jam i mirë. Si e ke par konkurencën, ose maj sa ke zbuluar kush janë pjesëmarrës e një artist? Është konkurencë fort këtë vit? Po, është, unë kam disa nga miqtë e mi, të cilët janë pjesë të këngës magjike, edhe për të i faktit që janë shumë profesionistë. E ke nda kujdeja për s'dy më të pikëshin. Do pyetje ka artistë. Të them të vërtetën nuk e kam ndarë akoma se janë shumë. Shumë herët. Duhet i shohësh të gjitha. Duhet i shohësh të po. Ka ju ndonjë mik deri tani? Është herët. Prito të qke. Atyri nga eksperienca fletë që ndodhë. Prit, qke, mos unë zito. Unë doja dhja, ka nej këngë, nej material, dhe një që të ka bërë për shtype, që të ka pëlqyre, përveç të ndës, pa tjetë. Në fakt është kënga e orkestrës. Orkestra, jeto. Shumë ritmike, e lezetshme. është një këngë shumë ritmike, shumë e lezetshme, unë u dashurova direkt sa hyra, do më thëmë. E the publikisht tani do duhet të japë shpik. Qoka. Orkestra, ku është kamera, do të japë Gjitha pikët. Do t'jap ca. Gjitha pikët. Kam gjitha, farë nuk dua asnjë gjë për vete. Vetëm në rast se del në një orkestra tjetër pastaj që të bën përshtypje më shumë dhe kështu mund të justifikohet. Ishte shumë herët. Mirë, do kërkoj falje publikisht pastaj. Po, e bëre publike. Ergi, ti ke qenë gjatë gjithë ferës, unë kam parë, kam ndjekur që nuk ka pas qytet Shqipërisë që ti bashkë me grupin nuk keni shkuar. Duket se e keni shijuar artistikisht të gjithë verën. Keni qenë krye detyrës, po njerëzit i keni knash me koncertet që keni bërë, të ftuar kudo? Ne kemi qenë të ftuar kudo, përveç se në Kuçov, nuk kemi qenë. Se? Kote, mora kote Kuçov, ne ke parasysh. Thirrje bashkisë. Tash ishte personale, se jam nga Berati dhe kam afër, thash çka kanë. Po, kemi qenë në çdo qytet, paka shumë në çdo qytet, se tani një pjesë të madhe. Një pjesë të madhe të Shqipërisë, unë jam kënaqur pafund, sepse në fund të fundit një artist atë do që të bëj koncerte, të bëj live, të dali në skenë, kështu që ishte fantastike për mua, jam kënaqur jashmase këtë verë, shpresoj që të shkoj kështu edhe verat e tjera, por edhe Stina e Dimrit edhe... Të ecë po njësoj. Ani tjeri kishte një pyetje që e mundon të shumë fillim të emisionit. Po, ke bë lek të verë. Ashtu. Kam bot sa po, i argjova pra. Ke argju. I argjoj për këngën. Jo për këngën, do argjoj për këngën tjetër. Okej, po shumë mirë, a është investimi i duar, a është investimi i mirë. Kurioze jam, sa paguhet një grup si ju të rinjë që shkoni për këto koncerte, evente? Mund të edhe mos përgjigjesh. Po, mirë më thuaj minimale edhe maksimale. Po që të them, tash... A je i kënaqur të pakte? Shiko, unë jam i kënaqur kur ka shumë punë. Por e mira s'ka fund. E mira nuk ka fund, sigurisht, e mira nuk ka fund, por një artist i ri nuk dhe të shofi në fakt pagesën, që është e vërteta. Për te i gjdo shakaje, duhet të shofi punën, sepse puna e qonë deri në atë momenti që a i paguhet aj sa do. Ose aj sa duhet nëse. Kështu që unë jam i lumtur që kam punuar, jam i lumtur që dola në këngë magjike, që bëra një këngë time, pavarësisht se unë e kam një këngë edhe është anglisht, në fakt. Po, është ndryshe pjesëmarrja në festival. Po, është ndryshe pjesëmarrja në festival. Qa pritshmërish ke në këngë magjike?
Shiko, të them të vërtetën, nuk është se kam shumë pritshmëri të mëdha sepse mendoj që është gjithmonë ajo në kokën time që shiko ka kohë. Edhe për ty, nëse nuk ti nuk shkon në finale, nuk është asnjë problem. Nuk ka asnjë problem nëse nuk shkon në finale. Domethënë jeta vazhdon, ti mund të shkosh përsëri në Këngë Magjike, në festival të RDSH-s, në festivalet të tjera. Nuk ka asnjë lloj problemi, me kohën do vi gjithçka, edhe me punën sigurisht. Këtë lloj qasje ke edhe në përditshmërinë tënde, pra edhe në gjëra të tjera, pra këtë lloj le të themi kaq se mund ta quajmë, se mund ta themi pozitiv, nuk e di. Po, sepse gjërat nuk duhet të ngutesh dhe të thosh bobo duhet ta bëjmë se s'bën këtë, do vi. Nëse do diçka dhe punon fort për atë, do vi. Dhe ti ke zgjedhur të punosh. Edhe duket që edhe në studio merr kitarën me vete. Edhe në pikë mëngjesit ti prap do këndosh. Po, sigurisht se. Dhe kemi me fat. Tyrin e bëjmë shumë të diskutim, nuk e di na e konfirmon dhe ti që artistët e kanë të merr të këndojnë në mëngjes. Është vërtet Ja, mos e shergi nga ata. Nuk e kanë të merr. Smer në thonjë za, bëjmë shaka. Do më thënë, nëse na thua këndon në mëngjes, është, ku di unë, si të na ofendosh, të na shash, do më thënë, në mënyra më... Smer që ka prapë se thua, është më keq se të merr, pra thë. Është më mirë të vdes se sa të këndoj në mëngjes. Por ti prap jash Robi mirë sa nuk thu dot jo. Ja, po sigurisht, po më vjen keq tani. Se Tirin e kemi bindur në këtë pjesë, është shtruar. Po çau, sa Po çfarë të bëj? Jemi gati që të dëgjojmë tani si përmbyllje të pjesës edhe të emisionit për ditën e sotme, të dëgjojmë ju të dyve në një duet. Pse jo? I duhet mbase jo, po Eriki ka për të kënduar diçka të tij. Po mirë, mund ta shoqërosh. Duhet qenë se edhe unë kam çka kokën njerëzve duke kënduar nga mëngjesi deri. Mirë. Unë e shoqëroj. E ula kokën mbi banak, e shpirtin la shpërtok, me vetmin që lehtësisht për vel flok, i mbylla syt, e qela zemrën, e janisa me knu, kongën e shpirtit tim, t'marosur e t'lëndun. Qeshu me mu, se sot mbretër jeni ju, për shkak se dje isha vetur, a i që talej me gjithë kam që vu. Qeshu me mu, se sot mbretër jeni ju, për shkak se dje isha vetur, a i që talej me gjithë kam që vu. Bravo, Ergi, fantastik. Dhe paç vetëm suksese sa më lart, artistikisht edhe në këngën. Dhe të shkop sa më mbarë të pjesë. Sa më shumë koncerte, sa më shumë mbarësi, sukses. Është bukur kur artistët urojnë njëra tjetrin. Është vërtet shumë bukur, është suportive. Na bëhet qejf. Atëherë kemi ardhur në fund të emisionit edhe për sot. Ju lëm në shoqërinë e reklamave, pastaj sugjerimin e ditës nga Mira dhe bashkë shihemi nesër. Deri atëherë, mirupafshim. Pafshim.